suplementet për të moshuarit. Në moshat e treta, trupi ka nevojë të veçanta për vitamina dhe minerale, pasi metabolizmi dhe absorbimi i lëndëve ushqyese ndryshojnë. Suplementet ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, shëndetjen e kockave, muskujve, zemrës dhe përmirësojnë energjinë e përgjithshme. Në mëngjes, duhet konsumuar vitamin D, komplekse B dhe multivitamina për një fillim energjik të ditës dhe mbështetje për trurin dhe muskujt. Nga dreka këshillohet omega-3 dhe prebiotikët për shëndetjen e zemrës, tretjes dhe uljen e inflamacionit. Në darkë këshillohet magnezi dhe kalciumi për relaksim, gjumë të mirë dhe forcimin e kockave. Është rëndësishme të ndiqni dozën e rekomanduar dhe të konsultoheni me mjekun, sidomos nëse përdorni medikamente të tjera. Një përdorim i rregull dhe i duhur i suplementeve ndihmon në ruajtjen e energjisë, shëndetit dhe mirëqenien gjatë moshës së tretë. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe siç e kuptuat do flasim për suplementet. Ne gjithë e dimë që me kalimin e viteve metabolizmi ngadalësohet, organizmi ndryshon, përthithja e mineraleve dhe vitaminave nuk është më e njëjta, ndërsa nevojat ushqyese bëhen më specifike, pikërisht në këtë fazë. Shumë të moshuar i drejtohen suplementeve si një formë e mirë për tu furnizuar me energji, për tu përmirë kockave, imunitetit, por mbi gjitha shëndetit të përgjithshëm. Tu lind sigurisht një pyetje e rëndësishme, a janë suplementet mbështetja jonë në një fazë të jetës ku ndoshta ushqimi apo aktiviteti ynë fizik nuk na stimulon një mirëqenie të plot, do thoya. Unë me ne në studio për të marrë disa këshilla për përditshmërinë e të moshuarve që po na ndjekin në këto momente, jemi me dietologën Anila Kalleshe. Përshëndetje. Shumë kënaqësi si për herë. Faleminderit shumë. Na lejo ta nisim me një pyetje të përgjithshme, në qoftë se kanë dobi apo jo suplementet. A duhet t'i marrim suplementet apo nuk është se na bën mirë në qoftë se ne i marrim? Kur flasim për suplementet dhe vitaminat, natyrisht duhet të jenë një pjesë bashkëqëruese e gjithë jetës tonë, por unë preferoj që këto vitamina, minerale, të cilat janë shumë të nevojshme dhe përbëjnë mikro dhe themi elementet në ushqimin që ne konsumojmë, le t'i marrim nëpërmjet ushqimit. Ushqimi, le të themi, është shumë i rëndësishëm për të na dhënë këto vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Por me kalimin e viteve, ndoshta edhe në fëmijërinë, ndoshta mund të ndodhi kjo që sistemi ynë tretës nuk është i përgatitur për t'i përthithur këto suplemente dhe vitaminat të cilat janë shumë të rëndësishme. Por edhe në rastin kur ne mund t'i marrim si kapsulë, nëse sistemi ynë tretës nuk punon, natyrisht përsëri nuk është se kemi bërë ndonjë zgjidhje ideale. Pra ne do marrim kapsula për të konsumuar gjasme, për të plotësuar nevojat që kemi ne për këto suplemente dhe vitamina, por në fakt nuk i kemi përthithur në organizëm. Unë kam mbaruar një master në fakt për Lifestyle Medicine over 16 në Universitetin e Barit, Aldo Moro, dhe natyrisht stili i jetesës është shumë i rëndësishëm për moshat pas 6 jetës. Organizmi fillon të plaket biologjikisht progresivisht. Do thotë, kemi shumë ndryshime në hormonet tona, kemi shumë ndryshime në sistemet tonë kardiovaskular, sistemin muskular, kemi plakjen ato që ne nuk e duam asnjëri, rrullat e para fillojnë të duken në fakt shumë më shpejt, por në këtë fazë kur hormonet kanë bërë punën e tyre, estrogeni është me shumë pakicë, le të themi, tek pas moshës 60 vjeçare, progesteroni po ashtu, shumë shpesh shikohet sarkopenia, humbja masës muskulare, rreth themi pas 6 jetave 1 deri në 2% të masës muskulare fillon të humbasi vit për vit, dhe kjo vjen në një mënyrë shumë të shpejtë. Pra nëse ne kemi një plakje, le të themi, të avazht gjatë viteve të tjera të jetës, pas 6 jetave sigurisht është progresivisht dhe shumë më shpejt. Dhe humbja e masës muskulare duke krijuar sarkopenin, fillon nuk kanë fuqi të rinë shumë në këmbë, fillon lodhja, kputja, fillojnë rinë më shumë të shtrirë, aktiviteti fizik, mungesa aktiviteti fizik, një sër problemesh kardiake që janë, le të themi, insuficienca kardiake, aritmia, zakonisht moshat pas 6 jetëve janë të
janë të, le të themi, destinuar ndoshta të konsumojnë pak më shumë kafeinë gjasme për të zgjuar energjitë e tyre, por në fakt nuk zgjojnë energjitë. Është një stimulant, le të themi, kafeina është më tepër një diuretik ndoshta që do t'i ndihmonte ndoshta për problemet me kapsullën që shfaqin moshat e treta, por nuk është se do t'i jepte energji, thjesht do merrte energjitë e akumuluara të personit vet dhe deri në një moment që do ishte jo shumë i volitshëm për këta persona. Anila, nëse më lejon, kemi një mesazh nga një ndjekse jona, e cila pyet për mënyrën se si mund të përthithen më mirë vitaminat dhe suplementet në trupin ton, duke qenë se ka patur një rezultat të analizës fundit 12.98, por nuk di formën si ki bëjtë të suplemente të vitaminës D. Të vitaminës D. Vitamina D është shumë e rëndësishme për sistemin imunitar, që në momentin që ne patëm edhe Covidin përpara, arritëm të kuptonim që vërtet vitamina D, personat të cilët kishin deficiencë ose insuficiencë të vitaminës D, natyrisht ishin më të predispozuar ta kalonin pak më vështirë, le të themi, problemin me Covidin. Pra për sistemin imunitar, por natyrisht pas 60-65 viteve, është shumë e rëndësishme për të marrë kalciumin e duhur për kockat tona, sepse dihet që densija kockore me kalimin e menopauzës, por gjithashtu edhe tek meshkujt fillon të humbasi pas viteve 60, pas viteve moshës 60 vjeçare dhe pas të 60-tave dhe natyrisht është shumë e rëndësishme që vitamina D të jetë një bashkëshoqëruese për të bërë përthithjen e kalciumit. Në rastin kur ne kemi insuficiencë, në fakt ne shqiptarët, edhe pse jemi një vend mesatar dhe vitaminën D, le të themi diellin, e kemi me shumicë, por nuk është se e vlerësojmë shumë. Për ata që kanë pasur ndoshta një punë të mbyllur gjatë gjithë kohës që rinë në orare të mbytura gjatë gjithë ditës brenda në zyrë dhe nuk është se kanë, le të themi, ekspozim të mjaftueshëm në diell, do të ishte shumë e mirë të gjenin gjysmore një orë kohë, por në rastet e moshave të thyera, natyrisht kjo deficiencë duhet shoqëruar patjetër me daljen dhe ekspozimin në diell, jo vetëm në stinën e verës për në ato 10 ditë, 15 ditë që mund bëhen plazh, por gjatë gjithë dimrit. Dhe mëngët duhet jenë të zhveshura, pra lëkura duhet jetë sa më shumë e ekspozuar në diell në mënyrë që të përthithet nëpërmjet lëkurës. Megjithatë, nëse ne kemi deficiencë, natyrisht është shumë e rëndësishme, Zoja në fjalë ka insuficiencë të vitaminës D, kështu që do të ishte shumë e mirë që ka deficiencë të vitaminës D, kështu që do të ishte shumë e mirë të merrte diku 4 deri në 5.000 njësi në ditë, ose të bëheshe gjilpëra, po javore, që është diku 50.000, le të themi, njësi, do të ishte përsërisht shumë e mirë për të përmirësuar dhe balancuar ose për të çuar në normë vitaminën D. Pjesa më e madhe e shqiptarëve duke pasur idenë që kanë bërë plazh dhe mjaftueshëm, ndoshta edhe 3 muaj vere, gjatë gjithë dimrit e neglizhojnë dhe nuk e marrin si suplement. Vitamina D është shumë e rëndësishme, aq më tepër kur në rastin kur ne kemi mungesë të saj. Por në rastin kur serviren shumë, tashmë kam mjaft tiktokere që shesin shumë suplemente dhe vitamina dhe kjo do të ishte shumë e gabuar nëse dikush do të merrte përsipër që të merrte të konsumonte suplemente duke ditur që po dëgjoj Anilën dhe ka probleme me kockat, osteoporoza, osteoartriti, të gjitha këto sarkopenia, të gjitha këto kanë mungesën e kalciumit dhe të vitaminës D dhe po shkojnë në farmaci pa konsultën e një mjeku ose pa një analist të specifikuar dhe po marr kalcium sepse është i mirë. Ose po marr magnez për krampit, për lodhjen, për kputjen, për pagjumësinë, dakord. Por e rëndësishme është monitorimi i tyre. Nëse ne marrim një suplement të kalciumit pa këshillimin e mjekut dhe ndoshta ne sasinë e kalciumit, dënsinë kockore ne e kemi në rregull dhe kalciumin në organizëm e kemi në rregull, mund të shkaktojmë probleme me marrjen më tepër duke shkaktuar ndoshta probleme kardiake. Pra rëndësishme është parametrat të jenë gjithmonë brenda normave dhe jo të nisemi nga trendet apo influencerat në rrjetet sociale që sugjerojnë një mirëqenie që përfitohet nga disa
suplemente që ndoshta njeriu dhe individi s'ka nevojë. Vitamina D konstatojmë që po, shumica e popullit është në deficiencë. Megjithatë, po, siç e thash, pjesa më e madhe e popullsisë është në deficiencë sepse mjaftohen me atë ekspozimin në diet që kanë bërë gjatë sinës së verës dhe mendojnë që ajo do të ishte e mjaftueshme për gjithë dimrin. Një tjetër element shumë i rëndësishëm së bashku me vitaminën D është edhe kalciumi, i cili nevojitet për kockat. Shumë shpesh pas moshës 60 vjeçare, pjesa më e madhe e grave në periudhën e menopauzës arrin të shkarkojnë kalciumin të papërthithur dhe të pa në vlerë normale që i duhet në organizëm dhe jo më kot, shumë shpesh në këto mosha ne shikojmë thyerjet e kockave her pas here, humbjen e densisë kockore, osteoporozën, osteopenin, të gjitha këto, sarkopenin, humbjen e muskujve, të gjitha këto janë të lidhura ngushtë me këtë, le të themi, mineral shumë të rëndësishëm që është kalciumi. Këto dyja së bashku, kalciumi dhe vitaminën D, janë dy suplemente shumë të mira që ndihmojnë mjaft mirë në problemet që kanë me kockat. Më lejo, për njerëzit me tension, me zemër, me diabet, ka suplemente, vitamina që mund të ndërhyjnë tek shëndeti i pacientit dhe ata nuk e dinë? Çfarë duhet kenë parasysh? Personat e cilët vuajnë në këtë periudhë, thash kemi shumë goditje ndoshta të sistemit kardiovaskular, duke pasur insufficiencën kardiake, por gjithashtu duke pasur edhe aritmi ndoshta si rezultat i konsumimit të tepërt të kafeinës. Një moshë pak e thyer ku edhe fëmijët janë martuar, kanë ikur ndoshta këta mosha jetojnë vetëm ndoshta dhe kanë më të shtuar ankthin, depresionin, stresin, pagjumësinë, të gjitha këto dhe dhimbjet janë më të shpeshta, le të themi, në momentet e gjumit, të darkës, kështu që magnezi do të ishte një suplement shumë i mirë për këta persona, për të rregulluar gjumin, natyrisht edhe për të mbajtur pak larg ankthin, stresin dhe depresionin. Natyrisht, e thash dhe më përpara, është shumë rëndësishme që çdo kush duhet të jetë i mirë informuar dhe i konsultuar patjetër me mjekun për të parë në çfarë situate jemi. Për personat me hipertension, patjetër që magnezi do të ishte një ndihmës shumë i mirë. Duke shtuar kalciumin dhe vitaminën D. Anila, tek ata që vuajnë nga diabeti në grup moshën e tretë, a ka një suplement që ndihmon në kontrollin e sheqerit? Me rekomandimin e mjekut, kuptohet, jo? Në rastin e diabetikëve, natyrisht ne kemi një çrregullim, le themi, pjesa më e madhe e tyre janë të predispozuar për të pasur insulinë rezistencë ose akumulimin e dhjamit në zonën abdominale, gjë e cila mund të shoqërohet me çrregullimet e insulinës. Kuptohet, në këto persona duhet jenë përsëri të kujdesshëm për të marrë ushqimet fillimisht, ato që dieta e balancuar dhe sistemuar do të ishte, le themi, mbështetja kryesore. Nëse ne do shmangnim ushqime të cilat do rrisin indeksin glicemik të menjëhershëm, patjetër që do të ishte një ndihmë shumë e mirë. Të gjitha perimet, të cilat përmbajnë dhe antioksidant për të luftuar radikalet e lira, por edhe për të mos rritur në mënyrë të shpejtë, le të themi, insulinën në gjak, do të ishin një mbrojtës dhe ndihmues shumë i mirë. Mirë, a është e mundur që mbi doza vitaminave sigurisht të kthehet në rrezik kërcënues për jetën, shkon deri atje. Po, mund të jetë kjo. Cila vitaminë si? Fillimisht unë do doja të shtoja që çdo gjë që merret me tepëricë dhe pa kontrolluar mund të jetë një lloj e dëmshme, qoftë edhe uji që ne pim, që nuk ka asnjë lloj kalorie, që është shumë i shëndetshëm, që pjesa më e madhe ndoshta harrojnë edhe në këtë moshë, edhe rrudhat e para, këto le të themi shfaqjet e dukshme të dehidratimit janë shumë të prezente tek moshat e treta, por pra dhe ujë nëse ne do ta konsumojmë me shumicë ose do ta konsumojmë me pakicë, do kemi rrezikshmëri në organizëm. Jo më, po të konsumosh një suplement i cili vërtet është mikro, pra duhet në sasira të reduktuara dhe të vogla, por nuk mund t'i konsumosh si le themi një frut i gjatë. Suplementet janë mbështetëse, por nuk janë një dietë e shëndetshme. Pra, këtu quhen food supplements, pra suplemente ushqimore.
Po. Tregojnë që nis nga ushqimi, këto janë mbështetëse. Edhe këto duhet të jenë mbështetëse vetëm me konsultën e mjekut ose të dietologut, i cili do shikonte në vazhdimsi çdo deficiencë ose suficiencë nëse mund të ishte në organizëm. Për vitaminën C, në rast se nuk marrin suplementin, por duan mbështeten vetëm tek dieta, çfarë do sugjeroje, cilat nga produktet? Të gjitha grumet janë një burim shumë i mirë i vitaminës C, por gjithashtu spirulina do të ishte shumë e mirë. Personat e moshës së tretë kanë tendencën për të pasur mungesë të vitaminës B12, e cila është shumë e mirë për memorien, le të themi, dhe ndihmon mjaft mirë duke pasur parasysh që moshat e treta, përveç problemeve që kanë me ankthin, depresionin, stresin, por gjithashtu edhe me plakjen e trurit, le të themi, dhe vitamina B12 do të ishte një mbështetëse shumë e mirë e sistemit tyre nervor, por pa haruar edhe hekurin anemin, e cila, le të themi, është pak prezent tek këta persona, duke pasur ndoshta shmangjen e konsumimit të mishit të kuq, ai i cili i jep një Jemi në sekondat e fundit. Shenjat për kuptuar që dikush ka anemi? Është lodhja, është kputja, flokët e brisht, thonë që thyen shpejt, ndoshta gjendje të fikti, Ka lëkura, merr lëkura një ngjyrë? Lëkura, ka një ngjyrë, është shumë e tharë, e zbet, rrathet e strymëve, të gjitha këto janë, le të themi, një tregues mjaft i mirë i mungesës së vitaminës. Dhe anemia duhet kapur patjetër gjithmonë. Anemia është më e rëndësishme natyrisht. Sepse mund të shkaktojë çdo komplikacion tjetër shëndetësor. Dhe ka efektin domino. Anila gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këshillat dhe informacionet. Faleminderit. Mirë, kjo ishte Mezrita për ditën e sotme, një maraton e gjatë transmetimi, e nisëm me kuzhinë si për ditë, dhe pastaj ja ku jemi e mbyllim me ushqim, por sigurisht me disa këshilla që vijnë gjithmonë nga profesionistët për një mirëqenie të plotë dhe një jetë sa më gjatë. Ju e dini mjaft mirë që për post informacionit të argëtimit ne sigurohemi që kjo, sidomos segmenti i fundit, të jetë gjithmonë edhe edukues dhe informues për sa i përket shëndetit. Me shumë dashuri, ju përshëndesim dhe ju ndajmë nesër me Mezrit. Ju duam shumë.